Përshëndetje shikuesve të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus. Viti 2025 ishte një vit i rëndësishëm, jubilar për Bankën e Shqipërisë, sepse shënoi 100 vjetorin e ngritjes së institucionit. Për të folur rreth rrugtimit të Bankës së Shqipërisë në afërsisht 4 dekadat e fundit dhe sfidat e saj për të ardhmen, kemi të ftuar në podcastin ton zotin Ardian Fullani, ish guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Zoti Fullani, përshëndetje. Përshëndetje Mirdita, kënaqësi që jemi këtu në Monitor. Mirë se erdhët, kënaqësia jona që ju kemi të ftuar në podcastin ton. Zoti Fullani, ju përveç se keni qenë guvernator i Bankës së Shqipërisë për më shumë se një dekadë, keni qenë edhe një ish punonjës, ish drejtues i Bankës së Shqipërisë që nga... Shumë drejt, ish punonjës e para. Po sigurisht, ashtu fillohet. Qysh në vitet 80 dhe besoj nëpërmjet eksperiencës suaj mund të rikrijojmë pak të rrugtim në kohë të Bankës Qendrore. Duke filluar ndoshta nga ajo periudhë kur Banka e Shqipërisë ishte akoma banka e shtetit, nuk ishte tamam një bankë qendrore sipas modelit të ekonomisë së tregut, por gjithsesi besoj që është një periudhë që vlen për të risjell pak edhe për të kuptuar si funksiononte banka e shtetit në atë periudhë, cilat ishin detyrat e saj dhe cilat ishin ato ndryshimet kryesore krahasuar me modelin e sotëm. Shumë e drejtë. Natyrisht është një sfidë e madhe kjo periudhë 40 vjeçare, ku për shumtin kam qenë në Bankën Qendrore dhe për të shumtin e kësaj mbi 30 vite drejtues i lartë në Bankën Qendrore dhe në Bankën e Shtetit. Ka emocione shumë të mëdha, sepse kthehesh mbrapsht në disa periudha dhe unë do ta quaja rrugtimin tim nga barteri në digital. Nga periudha e barterit në periudhën digjitale. Kështu që është një, si thua, është një gjë jo vetëm interesante, po plot emocione dhe plot sfida. Por jam krenar. Jam shumë krenar për gjithë të eksperiencë të madhe të bërë. Dhe kur erdha si guvernator, kur u ktheva përsëri në Bankën e Shqipërisë 2004, kisha kaluar gjithë atë lumin e gjerë të eksperiencës së bankare dhe isha i përgatitur, për të marrë përsipër sfida të reja në një të ardhme që nuk dije. Asnjëherë ardhmja nuk parashikohet, siç thuhet shpesh. Megjithatë, periudha e 85-90-s ka qenë jo vetëm sfiduese, po një periudhë, do thoja unë, shumë e rëndësishme për historinë e Shqipërisë. Aty unë për herë të parë vërejta, se thosh, demontimin të ekonomisë socialiste, humbjen e besimit në këtë ekonomi dhe deri në fund dorëzimin e kësaj ekonomie dhe uljen gjunjtë saj përpara historisë. Ishte një moment, dhe unë ky 5 vjeçar, megjithse vazhdonin përjedhoj investime të bëra, sidomos në disa vende kryesisht në Tiranë, po edhe në qytete të tjera, në Korçë, në Laçë, në tjera, uzina e superfosfatit atëherë, ajo e acidi sulfurik, uzina Dinamo, uzina Partizani, uzina traktorëve, patën disa zhvillime të reja, por ajo që u vorën këtë periudhë ishte që modeli shqiptar i falimentuar, do modeli socialist, ose quaj si duash, dhe model të lënë mbas historisë, do të besoj, mbrapa edhe vendeve të tjera të këtij kampit socialist, për arsye se neve kishim humbur çdo element të pronës private. Çdo gjë. Do edhe Sirolaps, nëse do prodhonte shkrim, roman, stilograf, nuk ishte më pronë private, por ishte pronë personale. Kështu që në këtë koncept do thoja ndryshimet ishin të mëdha, dëshmitar ishim të asaj periudhe,
ku shteti degradoi dhe arriti deri në fazat e fundit të 90-tën ku neve nuk kishim as në momentin kur studentët kanë qenë atë nate duke thirrur liri demokraci edhe të bëshin gati për këtë revolucion të madh demokratik, disa nga ne ishin dhe diskutonim për Tiranën të sillnin 1 o 2 kamiona qumë shplur, sepse nuk ishte qumë shplur për fëmijët. Domthon ishte një masë e madhe njerëzish, populli që po sillte një ndryshim shumë të madh demokratik, po ishte edhe një masë tjetër. Për nën perde, do thoja, në zyra dhe në institucione, të cilët mbrojtën atë që ishte shtetërore deri në ndryshimet pastaj erdhën ekonomike, politike etj. Banka e Shtetit ishte një nga 3 bankat e fundit në botë që kishte si thuash akoma nuancat e një banke qendrore dhe banke komerciale. Ne kryenim të 2 funksione. Zakonisht gjitha bankat e demokracive kishin kaluar këtë fazë dhe ishin kthyer në banka që merreshin vetëm me emitimin e monedhës, ruajtjen e rezervës valutore, disa nga ato inflacionin etj. Ndërsa ne kishim të dyja së bashku, do në kryenim funksionet e një bankë qendrore, emitimin e monedhës, ruajtjen e rezervës. Nga ana tjetër ishim dhe bankë komerciale. Ne kishim gjithë llogaritë, përveç llogarisë qeverisë, ne kishim jo tregtare dhe tregtare, ne kishim dhe llogarinë e ndërmarrjeve. Qartë. Edhe kreditimin e ndërmarrjeve shtetërore të asaj kohe. Por njëkohësisht kishim disa, kishim Institutin e Sigurimit Shoqërore që merresh kryesisht me kredite dhe me sigurime kredive etj. Kishim po ashtu bankën bujqësore, e cila merresh me kreditimin e bujqësisë, por i gjithë ky kuadër ishte brenda kuadrit së bankës së shtetit, të përgjithshme, përveç këtyre 2 entiteteve që ishin po ashtu brenda strukturave të bankës qendrore. Ka pasur disa kalime historia e bankës shtetit. Banka e shtetit ka qenë disa herë në Ministrinë e Financave, disa herë veç saj. Edhe si godin kemi qenë bashkë, vetëm kur u bën ndryshime demokratike, Ministria e Financave mori një pozicion tjetër, domethënë u shkëputën zyrët nga banka e shtetit. Ishte totalisht shtetërore, gjithçka shkonte në buzhetin e shtetit dhe komandohej nga shteti shqiptar. Edhe simbolikisht ishte një godin me Ministrinë e Financave ishte e tillë. Megjithatë ka qenë një eksperiencë mjaft e madhe për mua personalisht. Punoja në atë periudhë në departamentin e jashtëm, fillim si punonjës, duke prekur gjitha gjërat me dorë dhe më pas si spëns drejtorisë jashtme, e cila ishte si një bank e huaj komerciale, siç kishin Hungaria, Rumania, Polonia, gjithë të vendet e tjera, kishin nga bankat të tregtisë jashtme ose bankat e jashtme, bankat e marrëdhënieve jashtë etj. Kështu ne funksionojnë në këtë mënyrë, duke ruajtur rezervat valutore të vendit, kishim bilancin e jashtëm të Shqipërisë, njëkohësisht atë bilancin e tregtar dhe të jo tregtar, domethënë të shërbimeve tona. Natyrisht ishte një bashkëpunim i ngushtë me Ministrinë e Financave, por lidhet tona më të ngushta ishin natyrisht me ekonominë e gjerë, por specializisht me ndërmarrjet e tregtisë jashtme, Ministrinë e Tregtisë jashtme, Ministrinë e jashtme etj. Këto vite ishte një periudhë, do të thoja, e ndryshimeve të mëdha që u bën dhe tek neve, me iniciativa të guximshme të drejtuesve të asaj kohe, të Ministrisë të Financave, drejtorit të përgjithshëm të bankës, po edhe me një mirë kuptim, edhe në struktura të tjera jashtë banke u arrit që ne fillonim të trajnoheshim, të shkonim jashtë, dhe asaj kohe të bëheshim gati për një ndryshim të madh që po vinte. Dhe ndryshimi erdhi, po mund të flasim tani për momentin që ishte shumë i rëndësishëm për gjithë
po themi vendin shoqërinë shqiptare, kalimi nga sistemi komunist në sistemin demokratik dhe nga ekonomia e centralizuar pra në një ekonomi të mbështetur në parimet e tregut të lirë. Dhe ky ndryshim natyrisht u reflektua edhe në sistemin bankar, pra u bë po pa diskutim. Kur po mendoja për të folur për këtë, më duhet vetë sigurisht një gejzer, ajo periudhë e tillë, megjithëse në Nigeri Trikës kishte, banka s'kishte as ngrohje, as ftohje, kondita ishin punës ishin më vështira, por motivimi i njerëzve ishte i madh. Motivimi i njerëzve ishte i madh, si atyre që dinin gjuhë huaja, që do punonin në Fondin Monetar, Bankën Botërore, dhe atyre do fillu nga shoferët, rojet, punonjësit e Bankës së Shqipërisë që nuk dinin gjuhë huaja, po motivimi ishte i madh për ndryshimin. Don kjo u përqafua që ditë të para, që lëvizje të para, ardha e misionit të parë të Fondit Monetar me Mario Blair dhe Piro Shkanazi gjatë asaj periudhe. Kërkesa e jon si Bankë Shqipëria dhe Kryeministri shqiptar për të ftuar Fondin Monetar gjatë asaj periudhe, para kalimit në demokraci, bëri që ne të përgatiteshim për një të ardhme të shpejtë. Dhe kjo erdhi, Shqipëria vërtet atë natë që thash unë, dhe ne të tjera që vazhduan, unë atë kuptova që ekonomia e vuri në giotin politikën asaj kohe. Shteti u dorëzua, por e rëndësishme ishte që ne nuk shpallëm moratorium. Akoma kishim disa rezerva, të cilat nuk u prekën, dhe e menjëhershme ishte mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Europës, për një ristrukturim total të ekonomisë shqiptare, duke filluar nga Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe gjithë shteti shqiptar dhe ekonomia shqiptare në përgjithësi. Do them që pika kruciale ishte misioni i parë i Fondit Monetar, i cili vuri piketat në këto ndryshime me marrëveshjen e parë të Fondit Monetar. Periudha ishte mjaft e vështirë. Ne nuk mund të hapim dot një letër kredi, 10.000 euro, 5.000 euro, 2.000 euro, absolutisht me jashtë për të ardhur madhrat në Shqipëri, sepse ishin bllokuar nga borxhi i jashtëm. Borxhi i jashtëm shqiptar, i cili ishte borxhi publik, borxhi me bankat dhe borxhi tregtar me kompanitë të tjera, tregtarë që na kishin furnizuar me malli, kishte vënë në një pozicion gati të prangosur të gjithë sistemin bankar shqiptar, ku ishte pothuajse e bllokuar totalisht komunikimi dhe import-eksport. Në këto kushte u dha më herë balancimi i bilancit pagesave nga siç thash mendimin e Shtetit Bashkuar dhe të BE-s, disa 10 shtete europiane dhanë kontributin e tyre për të balancuar pozicionin tonë të jashtëm, i cili ishte domosdoshëm për të balancuar, dhe njëkohësisht do të lironte pozicionin tonë të brendshëm me anë reforma që do bëheshin. Në këtë kuptim, do të thoja e rëndësishme ishte ndihma e madhe që u dha nga vendet europiane dhe Shtetet e Bashkuara për ta kaluar këtë periudhë. Për shembull, Italia ndihmoi shumë me ushqimet, me veshje, ushqime, me pelikanin, arkubalenon, etj. Gjermania ndihmoi shumë me kooperacionin e saj, fillimi i ujit të pishëm, reforma që u bën në disa qytete, Kukës, Korç, Kavaj, etj. Për shëndetësinë dhe ujin e pishëm, bujqësia, ristrukturimi i ndërmarrjeve bujqësore, privatizimi i tyre. Franca po ashtu ndihmoi me bilancin pakesa, po njëkohësisht edhe Austria, po njëkohësisht me borxhin publik. Borxhi publik nënshkruam në Paris, marrëveshjen e parë të ristrukturimit. Këtu filloi ristrukturimi i borxhit tonë të jashtëm. Më pas, për arsye të veçorisë të borxhit tonë të jashtëm, që ishte një borxh i pa eksperimentuar më parë, do të thonë borxhi jon në FX, në këmbje valutore,
Unë ishte angazhim për të marrë dhe për të dhënë valutë, në një kohë që ne morëm, ne nuk dham dot valutë. Dhe kështu që nuk hyshte dot në klubin e Londrës, po krijuam një tjetër klub për 10-12 bankave më të mëdha kreditore nga 400 banka kreditore që ishin. Dhe i dham një zgjidhje dhe kjo ishte, do të them unë, zgjidhja e borxhit privat mbaroi me padyshim dhe mendimin e thashë disa kompanive tjera që ne morëm, mendimin e thesarit amerikan, kompani anglo-amerikane, europiane, cilat na ndihmuan në zgjidhjen e kësaj. Fondi monetar dhe Banka Botërore kanë luajtur rolin më kryesor për besimin ndaj këtyre kreditorëve që Shqipëria do t'i shlyen te këto fonde, pra ne duheshim marrëveshje e tillë, dhe për të liruar vendin nga ajo që thash bllokimi total që ishte krijuar në sistemin bankar ndërkombëtar për arsye të besimit ndaj Shqipërisë. Shqipëria në periudhën përpara 90-s, me ndryshim të asaj periudhe ku ne u gjinjëzuam, ka qenë gjithmonë një shlyerse rregullt e gjitha detyrimeve, afat shkurta, sepse ne afat mesme dhe afat gjata nuk kishim, flas vetëm për marrëdhëniet e garancive ose vetë kredive bankare ose të barterit, po tjera ne nuk kishim, se nuk lejohesh me kushtitutë që të meshim UA. Kështu në këtë do thoja zgjidhja në 15 gusht të 1995-s që u bë zgjidhje, 15 gusht 1995, marr një telefon në zyrë në orë të vona dhe kompania Clifford Chance, cili merresh me borxhin tonë, thotë zoti Fullani, nga ky moment Shqipëria s'do të ketë më borxh të jashtëm. Ishte një. Isha vetëm në zyrë, e mora si kënaqësi mjaft madhe, unë isha kryetari i grupit brendshëm për zgjidhjen e borxhit të jashtëm, një ekip të vogël brenda Bankës së Shqipërisë, duke kryer dhe funksionet e zguratorit dhe funksionet tjera që kisha, supervizioni tjera. Dhe ishte moment që doja të ndaja me dikun, thash të ndaj një herë. Në moment çlirimi, Po, desha të ndaja, thash të marr kryeministin, të marr presidentin, tjera. Pastaj thash diçka, ikën në shtëpi ardhën. Kënaqem me familjen tënde në këtë orë të vona dhe pastaj nesër natyrisht u dha në formë zyrtare lajmi dhe morëm, si thua, ato që vlerësimet që meritonin për zgjidhjen e kësaj gjëje kaq të madhe. Unë mendoj që kjo zgjidhja e borxhit të jashtëm, duke paguar vetëm 20 cent për dollar, me anë të një Brady Bondi amerikan, po edhe një buybacku të shkryerës me njëhershme një fondi që na u dha nga Banka Botërore, për mua ishte suksesi i dytë mas ardhes demokracisë, që çliroi Shqipërinë ndaj institucioneve ndërkombëtare, ndaj fondeve monetare, e bëri atë të barabartë në tryezën e Fondit Monetar të Bankës Botërore. Flasim pak për një moment tjetër të rëndësishëm për historinë e Bankës Qendrore, pra transformimi nga një bankë shteti në një bankë moderne dhe ndarja e sistemit në sisteme 2 nivele. Do me thënë, kur flas për këtë gjë, më kujtohet një tavolina ime me një Oliveti përpara, edhe një nga ekspertët më të mëdhenj që të asaj kohe që ndihmonte sidomos mua për këto ndryshime kaq të mëdha nga Fondi Monetar, një eksperiencë, do thoya, globale. Ulëm aty dhe filluam të bëjmë ndarjen e lehtësimin e bankës së shtetit nga këto bankat e tjera që ishin. Edhe për të kthyer Ministrinë e Financave atë që i takonte. Domethënë të mirën shtetërore që asaj takonte, pronësinë, sepse Ministria e Financave është pronësia, është pronarja e gjithë si thush këtij mallit përgjithshëm dhe ne ja kthym këtë. Ja kthym të drejt Ministrisë së Financave, duke i dhënë spari Institutit Sigurisë Shoqërore, pastaj i dhëm Bankën Bujqësore dhe pastaj Bankën Kombëtare Tregtare. Ky ishte momenti i parë i ndryshimeve të mëdha që u bën me nga 91-94, domthon krimi i Bankës Kursimeve, krimi i Bankës Bujqësore të Zhvillimit
dhe krijimi i bankës kombëtare, e cila pastaj u bashku me bankën tregtare që ishte kriju si ndërmjetëse në bankën e shtetit në periudhën 90-91 dhe u bë pastaj banka kombëtare tregtare. Këto ndryshime i hapën rrugë ligji për Bankën e Shqipërisë në 92, i cili ishte dhe ligji i Bankës së Shqipërisë dhe i sistemit bankar. Ishin dy ligje shumë të rëndësishme që i dhanë rrugë gjithë zhvillimit ekonomiko, shoqëror, financiar dhe bankar të vendit tonë. Krijimi i bankave të nivelit dytë, ardhja në 92-shin firmosja e bankës parë private, Banka di Roma, shteti shqiptar dhe një 10% me një koll të bankës të IBRD-s, Bankës së Zhvillimit Evropian, për zhvillim të Europës, hapi rrugën e bankave private në Shqipëri, me ardhjen e Bankës Arabe Islamike, ardhjen e Banka Maleziane, pak Banka Kosovës, që ju krijoi një, si thosh, një buket bankash me, si thosh, me kapital shtetëror, por edhe me kapital privat dhe me kapital privat vetëm. Këto sot ndryshime mjaft të mëdha. Flas për Bankën Kombëtare Shqiptare fillimisht, e cila solli solli banka më të madhe italiane, një banka më të madhe europiane, që e parë u hoqën qepenat e bankave, u hoqën hekurat, bankat u bën transparente. Gjam punonjës përpara të gjithë si të thosh me uniformat përkatëse ose pa uniformat përkatëse, por një veshje klasike bankare dhe një pritje tjetër, si thuash, mikpritje e klientëve në sportelet e banka me një teknologji tjetër, me një shërbim pa diskutim të adekuat për klientin, kulturuar e tjerë dhe shërbimi më kualitativ për sa i përket depozitimit dhe kreditisë. E rëndësishme tjetër, domethënë në këtë rast ishte hyrja e bankës, kthimi i fondit, një pjesë e fondit amerikan krijoi bankën amerikane, e cila bleu më pas bankën italo-shqiptare, Intezën, që ishte kriju mas bankës italo-shqiptare, bleu Intezën dhe u kriju banka amerikane. Ju e keni përjetuar këtë periudhë në dy etapa, mund të them deri në 96 keni qenë pjesë e Bankës së Shqipërisë, pastaj kaluat në bankingun tregtar, në bankingun tregtar, si drejtori i përgjithshëm i Bankës Italo-Shqiptare. Sepse është një moment interesant, sepse për një shoqëri se ajo shqiptare, sigurisht nuk e njeh ekonominë e tregut, nuk e njeh bankën në kuptimin, po themi, modern të fjalës, cilat ishin sfidat për të ndërtuar atë modelin e një banke të mirëfillt tregtare, komerciale në shoqërinë shqiptare. Unë u bëra pjesë e saj, unë isha aktori kryesor në 91-92 për krijimin e kësaj banke. Dhe faktikisht kjo krijua me një pragmatizëm, do thoja, mjaft të madh. Ne vum një asetonin, një tokë. Banka di Roma vuri personelin, vuri kapitalin, vuri teknologjinë, vuri emrin, dhe nga kjo pastaj banka IBRD-ja bën një 10% një koll të saj, e cila u bë pjesëmarrëse me ne. Drejtimi i bankës ishte Banka di Roma, ajo kishte drejtimin, menaxhimin, por brenda bordit ton kishte edhe 2 deri në 3 antar të shtetit shqiptar. Banka operonte me filozofinë e një banke private të huaj, duke përfshirë këtu sistemin e bonuseve, pagesave dhe investimeve dhe gjithçka që vinte nga ajo, natyrisht kalonte në bord dhe merrte miratimin përkatës. Ishte një sfidë e madhe për mua, se të shkaluar gjithë të pjesë në bankingun shtetëror ose në bankingun dhe deri nga 2000-2006 në zëvendës guvernator, më pas drejtor në bankën qendrore shqiptare.
Domethënë ishte një periudhë mjaft interesante, sfiduese, të mësova shumë nga ajo gjë. Them që do kisha shumë vështirë të kisha kaluar, të isha kthyer guvernator në Bankën e Shqipërisë kësaj radhe, pa pasur këtë eksperiencë të një banke private. Banka private më dha mundësinë që unë të shoh nga afër depozitimin, kreditimin, shërbimet, dhënien e kredisë, vlerësimin për dhënien e kredisë, rënien si thua, në raste të veçanta, në kredi me probleme, zgjidhjen e kryer kredi me probleme, kur shkova në tet gjeta një, si thosh, i banç të madh, kredi me probleme, e cila po zgjidh gati për 7-8 vjet. Do ti mund ta krijosh në 5-6-7-8 vjet, por duhet një periudhë aq e madhe për ta ristrukturuar këtë gjë. Unë pra s'kam qenë kur dakord me rajdofin, me fshirjen e kredive që u bë 2015 dhe më vonë. Unë jam gjithmonë e cila ul incentivin për kredimarsin, diferencon ata dhe ul moralin e pagesa për më vonë dhe krijim fazave për të krijuar prap non-performing ose bad loans, kredit qia. Kështu që u deshën rreth 8 vite ti shlyenin këto borxhe dhe dilnin pastaj për të shitur intezës nga Banka e Romës, për të shitur intezës rreth 4 herë gjysmë të vlerës buveljut, të vlerës librave. Por kjo ishte një periudhë shumë e vlefshme për mua përpara se funksionon ekonomia reale. Roli i bankave, roli i kreditimit, roli i investimeve, ndryshimi disa ligje rregullore. Unë më pas zgjodha, krijuam shoqatën e bankave, unë zgjodha 2 herë kryetari i shoqatës bankave. Dhe gjithë kjo eksperiencë pastaj ishte domosdoshme kur u ktheva si guvernator. Në njohje nga afër e problemeve të sistemit bankar dhe zgjidhja shumë gjëra për tyre me anë të shoqatës bankave, me ndihmën e bankave mëma, bëri që ne të kur erdhën krizat pastaj dhe krijimi i Bankës Qendrore më gjeti mua personalisht më gjeti mjaft përgatitur për sa i përket ekonomisë reale të tregut. Sepse ti ashtu mat pulsin e tregut, di si ta masësh atë puls. E rëndësishme në atë periudhë ka qenë njëkohësisht edhe vlerat që sotën mbrapa, si thua, bërja e ligjit të parë për anti-money laundering, për pasimin e parave. Marrë nga eksperiencat e bankave mëma, nga Banka e Romës, bankat e tjera, ose e rëndësishme ishte kontrata, forca e kontratës, bëm një ligj special për atë punë, për të krijuar besim investitorëve që ligji në Shqipëri funksionon dhe ti kolateralin e vend banka mund t'ja marrësh nesër, nëse kontrata e parashikon në një formë të tillë. U krijuan disa momente për të rritur si thosh kredibilitetin e sistemit ton bankar, pastaj me hyrjen e bankave të tjera, natyrisht Banka Raiffeisen që ishte një lëvizje shumë e madhe. Dhe në këtë transakcion kam qenë një nga aktorët kryesorë të kësaj gjëje, që ideja ime gjithmonë ka qenë, edhe kur ishte kryetari i SHS Bankës dhe drejtori i përgjithshëm të Bankës Qendrore, ideja ishte që ne duhet të ftonim bankat të mëdha. Banka të mëdha universale, të cilat sillshin investim. Klienti nuk ka sjell bankën, banka sjell klientin. Dhe kjo u realizua. Një punë e mirë shumë u bë për shembull për Ministrinë e Financave të asaj kohe, e cila privatizoi shteti shqiptar, privatizoi Bankën Kombëtare Tregtare, e cila sot është nga asetet të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Ardha si shtati Raiffeisen solli një ndryshim total, mori bankën më të madhe shqiptare, mori pothuajse 80% të depozitave shqiptare. Faktikisht ky ishte momenti që i dha pastaj atë shtysën e madhe rritjes së kreditimit të ekonomisë edhe fazës së lulëzimit, po themi, të sektorit bankar privat, po që don me kthimin tuaj në Bankën e Shqipërisë në detyrën e guvernatorit. Po do të thoya që këto element të ardhjes të këtyre aktorëve të fuqishëm, të ardhjes së 4 bankave greke, se më pas, kur bëra guvernator të 3 bankave të mëdha franceze, të BNP, Societe Generale dhe Credit Agricole, një nga banka më të mëdha, banka më e madhe bujqësore në botë. Këto krijuan, si thosh, atë
bazën e një sistemi bankar privat internacional në Shqipëri. Pa diskutuar për unë dhe ata klientët e vet nga mbrapa. Don ky ndryshim ishte mjaft i rëndësishëm dhe në këto momente ku po si thosh po krijohesh ajo tharma e një ndryshimi të madh europian, unë përzidhem guvernatori i Bankës së Shqipërisë tetor 2004-s. Kur morë detyrën e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, kur e kujtoni atë moment, keni pas një listë gjërash, një agent që tani ka shumë djerës kanë pasur atë ditë. Shumë emocion. Patjetër. Edhe në filmimet. Jo, ceremonia ishte shumë e bukur. Parlamentin që unë vazhdoj ta përgëzoj për besimin që më dha, kryeministit të saj kohe, Nanos dhe gjithë mbështetjes që u bë nga të fortë nga opozita atëhershme. Dhe unë erdha me një konsensus të gjerë në guvernator, sepse kërkova këtë gjë. Duke qenë drejtori i përgjithshëm i bankave të mëdha, kryetari i shërbëtorëve të bankave etj. Unë e shikoj ardhen time në krye të bankës qendrore me një konsensus të madh politik. Kështu që si zoti Nano, zoti Berisha, tjerë dhanë një kontribut për që parlamentit ishte unik, kuptimin e asaj përzgjedhje për të më vënë mua guvernator të Bankës së Shqipërisë. Përgjegjësi shumë e madhe, prezantimi erdhi nga zoti Servet Plumbi, të gjithë ambasadat, përfaqësitë e ndryshme, sistemi bankar. Jam i kënaqur që mikpritja dhe si thua e gjithë aureola kryer me mua ishte shumë pozitive në ditë. Ishte një ditë për mua e bekuar nga Zoti, për mua dhe për familjen time që më dha një besim kaq të madh. Gjithë karriera ime shkoi natyrshëm në një pozicion të lartë, por natyrisht kjo nuk është vetëm e jotja, nuk është vetëm aftësia jote. Është familja mbrapa, shumë e rëndësishme, është si thosh bashkëshortja, fëmijët, cilët ishin përballuar me këto vështirësi dhe përballuar me vështirësi tjera më të mëdha në të ardhmen. Njëkohësisht shoqëria, kolegët e mi, cilët kanë dhënë kontribut mjaft të madh në këtë përzgjedhje. Dhe do të them ishte një konsensus i gjerë që unë erdha dhe për këtë kisha si të besim të madh, por edhe njëkohësisht një detyrim të madh se po kthehesha në një institucion që kisha si shtëpinë e dytë dhe po kthehesha prapë atje. Po kthehesha me një gjë që më kujtohesh gjithmonë i madh që thonte që në jetë duhet të lesh diçka, duhet të lesh një shenjë. Do të lesh diçka që e ke bërë ti. Dhe kjo më vonë pastaj më kujtu kur lexova Theodor Rooseveltin in the moment of decision, në momentin e vendimit, që thotë në momentin e vendimit gjëja më e mirë është ta bësh. E dyta është e gabuar dhe e treta mos bëj asgjë. Kështu që t'ju bëj një pyetje se folët për të lënë diçka pas. Sot që besoj e kujtoni dhe keni bërë besoj brenda vetes tuaj një bilans të asaj pune që bët afërsisht 11 vjet në Bankën e Shqipërisë. Nga këndvështrimi juaj, cilat mendoni që ishin ato kontributet më të rëndësishme ose ato gjërat më të rëndësishme që la pas Ardian Fullani gjatë periudhës si guvernatori i Bankës së Shqipërisë? Duhet ta nis me atë që është sot koherente. Vizioni im ishte Europa. Për arsye të ndryshme. Për arsye të perardhjes, formimit tim, gjuhë të huaja, kontaktet me botën, mendimi im i liberal, mendimi im europian i brumosur me këto, shkollimi im në ekonomi, financë dhe më pas në ligj, në drejt, preardhja, familja ime, biblioteka ime, do të thoja ishte gjithmonë një orientim drejt perëndimit. Drejt Amerikës, drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Kështu që nuk kishte dyshim që artikulli i parë
i bërë nga ju, guvernatori rrëfehet, ishte që unë sfida më të madhe të periudhës tim për guvernator, do mandatit tim si guvernator, do t'ishte parafrimi i Bankës Qendrore me Eurosistemin. Dhe futje e Bankës së Shqipërisë në Eurosistem. Që arritët? Po, pa dyshim. Është një histori 10 vjeçare e dokumentuar shumë mirë, jo vetëm me anë dokumenteve të shkruara, po edhe me anë vizuale. Është një eksperiencë e pashoqe e imja dhe e si thosh personelit të Bankës së Shqipërisë. Dy janë gjërat kryesore në një bankë qendrore. Pamërsia dhe personeli. Përzgjedhja e tij, motivimi i tij, statusi i tij, mbështetja e tij, jo vetëm morale, por dhe ekonomike, përgatitja e tij për sfidat, sepse është ai personel, janë ato punonjës, është ai nga shoferi, roja, numëruesi parave, si thua, të gjithë njerëzit duke filluar pas ke punojësit, shefat, drejtorët, antarët e bordit, ne kemi pasur në 10 vjet bordet shkëlqyeshëm. Bordi i Bankës së Shqipërisë ka qenë unanim, pa diskutim që bordi i Bankës së Shqipërisë ne investonim mjaft në përgatitjen e dokumentacionit të bordit çdo muaj, nga herë dhe 2 herë në muaj, duke dhënë përveç 500-600 faqeve material, duke dhënë dhe si që quanim ne dritare informuese për ta, çfarë ndodhte në botë, kush ishin të rejat, kush ishte terminologjia e re. Jo sa ata kishin nevojë, se ishin gjithë personalitetet shquara të botës akademike dhe shqiptare, ose të shoqërisë civile, ose të ARSIP, etj. Por ne shihnim sidomos dëshmëri në kuadrin e një bashkëpunimi dhe të sjelljes së këtij ekipi të bordit Bankës së Shqipërisë afër problemeve tona për të krijuar mbështetje, për të krijuar konsensus. Në 10 vite vendimet e bordit kanë qenë unanime. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Në saj të bashkëpunimit gjerë, mirëkuptimit, vlerësimit, respektit në sjellje, dhe kjo ishte një nga fitoret e mia. Jam krenar që kam punuar me atë personel Bankës së Shqipërisë, me ata punonjës që sot nuk gjenë vend për të më falenderuar, për të më takuar, për të biseduar, për qarë hallet, pse jo, për të ndihmuar, se jemi që njerëzore. Dhe e gjithë puna ime, e gjithë mundi djersa i kalon atyre si falenderim. Pa ato nuk do ishte bërë asgjë. Dhe pra ne thashtu janë 2 gjërat kryesore: pamërsia e Bankës Qendrore, pamërsia financiare e saj dhe personeli. Çfarë është bërë? Është shumë mirë dokumentuar. Kryesorja, sfida më e madhe ishte nga duhet filluar, kush ishte hapi i parë drejt këtij europianizimit bankës tonë. Ishte pronësia. Ne akoma kishim pronësinë e vjetër të shtetit të godinës Bankës Shqipërisë, kështu që u mori një tapit tjetër. U vusi kapital në Bankën e Shqipërisë, pati diskutime sepse shumë banka në botë nuk kanë dhe kapital. Më kupton? Por ky nocion për ne ishte rëndësishëm, ta çfaqnim edhe në librat tonë që ishte një bankë me kapital e vogël, por me kapital, dhe me premisa për të rritur kapitalin dhe rezervat valutore të saj, që ishin 3-4 muaj import të brenda domosdoshmërisë, por me një tendencë për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë dhe të financave tona. Kështu që në radhë parë goditëm dhe bëm programin. Sfida ime kryesore ishte ndërtimi i një godine të re, Bankës Shqipërisë. 85 vjet, 90 vjet godin, do thoja, fizikisht e degraduar, për shumë arsye, edhe për ndryshimet e bëra her pas here, kalimet nga, por ajo që mbeti aty, ajo si thuash
material fizik që ishte aty, duke filluar që nga karrika, tavolina, orendi, domethënë që ishin të bëra nga vetë Morpurgo, të dizenjuara nga arkitekti vetë, edhe kyçet e dyrëve. Të gjitha, edhe nga parketi i vjetër, i ishte mbuluar me parket kuq. Dhe krijimi i kushteve të punës. Domethënë gjëja e parë që është filluar janë banjot. U kryu higjienizimi i Bankës së Shqipërisë dhe mbas saj u krijua mensa e parë. U krijua ajo kantina si quhet. Mensa e parë për punonjësit me kontributin e tyre dhe me kontributin e Bankës së Shqipërisë, në mënyrë që njerëzit mos dilnin karshi dhe të hajshin byrek në rrugë etj etj. Puna ishte e madhe, ishte e lodhshme, kishte të bënte edhe me etikën e Bankës Qendrore, në krijimin e një etike të re bankare, në veshje, në sjellje, në komunikim, sepse do përballoheshim me një botë tjetër në një mënyrë të strukturuar. Kur flas kështu, ishte që ndryshimet më dha ndodhen me personelin, me përzgjedhjen e tij, u vun kritere mjaft forta për përzgjedhjen e personelit. U mor personeli më i mirë ekzistues, i cili sot një pjesë e tij qëndron në bank, po një pjesë e madhe ka kaluar në qeveri, një pjesë më e madhe dhe në sektorin privat, një pjesë më e madhe është jashtë. Është në Federal Reserve, është në Bankën Qendrore Europiane, është në Bankën e Brukselit të Zhvillimit, është një sër banka qendrore europiane për cilat unë jam i falenderoj dhe jam krenar për to. Po krenari jam për këta që janë këtu sot, që bëjnë një punë të shkëlqyer, do thoja, për mbajtjen e këtij si sektori bankar, do thoya të mirë kapitalizuar dhe likuid. Dhe mendoj që ajo periudhë ishte një periudhë për të vënë përveç këtyre që thash, aseteve fikse të bankës godinës qendrore dhe më pas të Hotel Dajtit, sepse godina qendrore nuk dilte, nuk ishte vend për personelin e ri që do binte me ndryshimet për ta europianizuar Bankën Qendrore. Domthonë krijimi i një sektori nga 2 veta në 20 e sa veta të juridik. Një sektori me 20 veta të kërkimeve. Të një sektori shumë më të madh në numër, po në kualitet të politikës monetare. Krijimi i një supervizioni me një strukturë komplet të re dhe me njerëz akoma më shumë, sepse ishin të shtu sistemi bankar dhe po shtohej sistemi bankar, si thash me ardhen e Gre, me ardhen pasaj të banka franceze etj. Me rritjen e vëllimit të bankave ekzistuese, me degët e tyre në gjithë vendin etj. Kërkohesh pa diskutim një shtim i ekspertizës Bankës Qendrore dhe rritje kualitative e tyre. Pa diskutim krijimi për herë të parë, dhe kjo është një risi atëherë në sistem bankar edhe ndërkombëtar e sektorit të stabilitet financiar. Do stabiliteti financiar, krijimi i komitetit stabilitet financiar, krijimi i komitetit të ndërshtetëror për rrezikun e sistemit financiar, stabiliteti financiar, me Bankën Qendrore, me pjesëmarrjen e Ministrisë Financave, do në 2 personalitete që komandonin mbledhjen në mënyrë të alternuar, guvernatori i Ministrisë Financave, në për pjesëmarrjen e gjithë institucioneve tjera financiare. Domethënë të institucione të rëndësishme financiare, siç ishte për shembull Komisioni Letra me Vlerë. Do them, kjo krijoi premisat e para të një ristrukturimi të vigjilencës së Bankës së Shqipërisë, supervizionit dhe stabilitet financiar. Këto të dyja ishin pjesë e pandar e vendimarrjes politikës monetare. Shumë vende krijuan veç sistemin e supervizionit dhe stabilitet financiar, siç e ka dhe BCE-ja sot. Për ne, mbasi pyetëm 100 vet, vendosëm si dim vet, dhe na u përshtat më mirë, natyrisht edhe me konsultime të forta me Bankën Botërore, Fondin Monetar, po edhe me banka të tjera, për të parë kush mund të ishte më mirë për këtë lëvizje, brenda apo jashtë, vendosën ta kishin brenda,
sepse marrja e supervizionit dhe stabiliteti financiar për mendimin tim në atë kohë, brenda vendimarrjes bankës qendrore është shumë e rëndësishme se ti merr informacion direkt nga tregu, i cili është burimi jot kryesor për vendimarrjen e politikës monetare. Politika monetare nuk është e shkëputur nga kjo, nuk është teorike, nuk është modeli që t'jep ti. Është nuhatja, është ajo piktura e përgjithshme që ti krijon në kanavacën e sistemit bankar financiar. Do patjetër ti të kesh një nuhatje të fortë se çfarë sjell tregu, kush janë problemet për të matë atë që tash pulsin e tregu. Dhe kjo dha një shtesë të madhe shumë në si thuash perfeksionin e analizës dhe vendimarrjes politikës monetare nga departamenti në këshillin drejtues të bankës. Tjetër gjë shumë e rëndësishme ishte kalimi nga sistemi monetar i politikës monetare, do në kontrolli me 1/2 në atë të inflacionit targetuar. Do unë e quajta atëherë jo një modernizëm, jo një tapet fluturues që mund të shkosh ku duash ti me politikën monetare, por është një perfekt, do të thoja një inovacion, po njëkohësisht edhe një rritje eficiencës të vendimarrjes politikës monetare. Sepse ti nuk ke vetëm treguesin monetar, por shef në përgjithësi treguesit e ekonomisë shqiptare. Dhe për këtë ne krijuam ato që ne i quajtëm ankora, ato gança me ankorat e brendshme dhe ankorat e jashtme. Ankorat e brendshme, një lidhje shumë e ngushtë me Parlamentin shqiptar, qeverinë shqiptare, bashkëpunim shumë i mirë me Ministrinë e Financave, në të gjitha nivelet, nivel guvernator, zëvendësguvernator edhe personel, shumë i ngushtë me arsimin, me universitetet, me shoqërinë civile, me drejtësinë, me gjyqësorin, me ekonominë reale, me anë të, si thosh, të deklaratave tona të vëra në publik, duke përmirësuar gjuhën tonë dhe duke përmirësuar daljen tonë publik, duke programuar atë sipas proceseve europiane, 1 herë në muaj, 3 herë në muaj, me një kalendar të publikuar një vit përpara se çfarë do të jenë temat e diskutimeve në bordin e Bankës së Shqipërisë, me përshtim të lëvizjeve të vogla, dhe kush do të ishte dalja guvernatorit për ta prezantuar atë. Dhe kjo krijua një ankor shumë madhe ke publiku, dhe sidomos ke media. Ne kemi pas një funksionim fantastik të bashkëpunimit me median, duke trajnuar, duke krijuar trainer for trainers, duke marrë në mbledhjet tona të hapura, e tjera të politikës monetare, në mënyrë që ta kishim aleate për përcjelljen e mesazheve tona në publikun e gjerë. Dhe kjo u arrit. Ankorat e jashtme ishin ankorat e Fondit Monetar, Banka Botërore, Federal Reserve, BCI-a dhe gjitha bankat e tjera të Europës dhe në botë. Në konferencat tona vjetore, ne kemi arritur deri në 40 pjesëmarrës të bankave qendrore, kur janë bërë debate mitike midis personaliteteve mjaft shquara guvernatore, pikërisht për problemin që ne kishim. Sepse inflacioni i targetuar në një vend të vogël me ekonomi gjysmë të hapur e tjera ishte e vështirë, dhe me rezervat limituara ishte e vështirë të përcaktohej në botë, domethënë që ti mund të kishte një inflacion të targetuar. Kjo bëri që ne të ankoron në golin ton kryesor, domethënë ishte ankorimi për inflacionist, që ne mund të them që ne arritëm. Don publiku i gjerë, kishte një perceptim më të drejtë dhe më transparent nga ana jonë se ku do shkojë politika monetare e Bankës së Shqipërisë, pse duhet të rriteshin ose të uleshin normat e interesit, pse duhet përdoreshin instrumenta të dhënies të likuiditetit, për shembull kur krijoi kriza, ne ishim përgatitur, kishim lëvizur gati 6 herë normën bazë interesit në rritjet e saj, kishim krijuar si një jastik mjaft të mirë për të mbrojtur nga kriza. Kishim në këtë pozicion, për shembull,
veti kalimin target inflation ndihmoi shumë gjatë periudhës krizës dhe sidomos stabiliteti financiar etj. Bën që ne të kalonim një krizë totale me humbje të mëdha depozitash, por me efekte mjaft vogla në bankingun qendror, në bankat e nivelit dytë dhe në ekonominë reale. Në ato ditë e kujtoj si sot largimit e depozitave. Ne takoheshim gati çdo orë me drejtorët e përgjithshëm të bankave dhe telefonoheshim njëkohësisht, supervizioni i stabilitetit financiar ishin on the field, ishin në fushë në banka për të parë se si funksiononin, njerëzit natyrisht të trembur. Erdhi një lajm është e çuditshme, erdhi një lajm nga falimentimi i një banke të vogël në Amerikë, diku larg nga qendra, kupton, në Wahoo Bank, e cila të nesme të transferuar në Shqipëri, njerëzit thoshin falimentoi banka në Amerikë. Çfarë do bëjmë, fillojmë marrë depozitat. Dhe atëherë vendosëm që në sportelet e bankave nxjerrim gjithë sasinë e monedhës. Çfarë kishin bankat më? Për të thënë publikut që urdhërova, këtu janë paratë juaja, këtu janë depozitat. I keni, merrni, po doni, u dha urdhër bankave, jepni pa limit kushdo që të kërkon të marrë depozitat. Kishte njerëz që morën nga 1 milion, nga 2 milion. Depozitave të tyre. Nuk kupton? Por erdhi pastaj mas një dite, mas 2 dite për unë prap, për arsye të ndryshme, në radhë parë për logjistikë, për dy siguri etj. Dhe u kriju bindja që do të zgjidhet kjo gjë. Por aman ne patëm edhe dyndje fizike në Bankën e Shqipërisë, që na bëri pastaj të marrim disa masa të tjera që na ndihmuan në të ardhmen. Do u shtyn u afruan disa procese, sidomos procesi i bonave thesarit, që hapën sportelet tona të bonave thesarit, duke thënë publikut që urdhëron të vini këtu të depozitoni direkt me ne, sepse një ditë një grup i madh njerëzish erdhën nga Banka Qendrore, në derën kryesore të Bankës Qendrore. Natyrisht thonë duam depozitojmë paret, duam të marrim, kryesore ishte që duam të marrim dhe duam të depozitojmë lek. Edhe ku janë paret tona, edhe sugjerimet nga brenda ishin që guvernator mos dil, sepse nuk është e sugjerueshme, tash unë do të patjetër do flas me njerëzit. Edhe me gjithë stafin të drejtorëve dolën për jashtë, ç'a hallë shkem. Ishte një ideal që i binte murit me dorë, edhe me gjithë tëmën e tij. Të varfër, që ndarën nga emigracioni me një çantë me lek, të cilat i kishte marrë nga një bankë komerciale, vendit për të rregjur dhe thonin ku është thesari, ne duam t'i vëmë në thesar. Ky thesar thonë kjo bankë nuk ka zhgënjur kurrë, na ka shpëtuar gjithmonë, dhe duhet t'i vëmë këtu. Ishte një çast se tash jam emocionuar kur e kujtoj. Bëm një bashkëbisedim, i tham mund t'i bini tek neve, por e mira është t'i çonin bankat e nivelit dytë, i thirrëm brenda bankës, një përfaqësim të tyre, biseduam rreth 30 minuta, dhe më pas u larguan. Dhe i çuan pra parat në banka, siç ishte normale. Parat në banka, por funksionoi pastaj sporteli jon, sporteli që funksionon edhe sot, sporteli i bonit thesarit, sepse u krijua si thuaç një element tjetër shtesë, besimi dhe njëkohësisht eficiencë e qarkullimit të parave. Këto janë momente shumë të rëndësishme. Unë duhet të falenderoj në fakt dy falënderime të mëdha për Bankën Qendrore të Italisë, e cila qëndroi mjaft afër. Po njëkohësisht për guvernatorët e saj kohe Fazio dhe sidomos guvernatori Draghi. Guvernatori Draghi dha një ndihmë jashtëzakonisht madhe, fantastike për të pruar ekspertët më të mirë, për të përgatitur dokumentat për tender, sigur bëj një tender i hapur. Për këtë dhe për Hotel Dajtin, për të dyja, sepse këto ekspertët e bankës, dy drejtorët të Bankës Qendrore të Italisë, na bën projektet për këtë dhe për Hotel Dajtin, dhe për qendrën e thesarit. Don lëvizja më e rëndësishme e jona gjatë 10 viteve ishte me parafrim me Europën, ishte që në çdo bankë që do hyjë në eurosistem duhet të ketë veçuar thesari. Dhe për këtë punuar edhe 2 vjet me Bankën e Italisë, bëm një projekt shumë të bukur për një thesar modern,
një siguri maksimale e thesarit jashtë Bankës Qendrore, e cila është dhe sot një godinë fantastike, e cila i dha mundësi jo vetëm strukturës, si në përmirësimi strukturës paras, por dhe proponimit paras, sigurisë në të, dhe lejimin e inovacionit nesër për paran që do vi. Kështu që kjo ishte një tjetër lëvizje shumë e madhe e Bankës Shqipërisë. Ju folit gjatë, më falë se ju marrja Hoteldajtit është njëkohësisht edhe ajo një shtesë e madhe e domosdoshme për ne, me anë një kontrate senjorans me shtetin, domethënë Banka Qendrore masi shpenzon buxhetin e saj, çfarë del tepricën e kalon Ministrisë Financa. Kjo në baza tremojore, në baza vjetore. Kështu që ne krijuam këtë mundësi për ta blerë, për njëkohësisht parat e shtetit. Ju folët gjatë për ngritjen e kapaciteteve institucionale dhe njerëzore të Bankës së Shqipërisë, por elementi i dytë shumë i rëndësishëm këtu ishte edhe pavarësia. Dhe pavarësia e institucioneve të pavarura ose që duhet të jenë ligjërisht pavarura është pak një sfidë në demokracitë në rritje dhe në konsolidim. A ka qenë realisht e pavarur Banka e Shqipërisë në raport me politikën dhe qeverinë, kuptohet brenda atyre që janë detyrat e saj ligjore? Koncepti për Bankën e Shqipërisë ka qenë që përmirësinë e Bankës Qendrore unë e kam parë gjithmonë në kontekstin e ligjit. Dhe ligji i bërë me ndihmën e bankave qendrore, domethënë të Federal Reserve-s, të Thesarit Amerikan, me ekspert, të Bankës Qendrore të Italisë, të Bankës Qendrore të Gjermanisë, Bankës Qendrore të Francës, ne morëm nga më të mirat nga sistemet bankare, duke përshtatur për një vend vogël me një ekonomi në zhvillim, një vend që do hapesh, me një ekonomi që do hapej, do zhvillohej dhe do bëhej ekonomi europiane. Ky ishte qëllimi dhe ligji i rezistoi edhe kohës sot. Lëvizja e parë që ne bëm atëherë me ligjin e ri, lëvizja e parë ishte kursi këmbimit, që vendosëm një kurs të ri fleksibël. Vendimarrja jonë për krijuar një kurs fleksibël ishte një lëvizje shumë inteligjente, si reziston kohës. Me që jemi të kursi këmbimit, se ndoshta do ta shtjellonit më tej mendimin tuaj, po me që tema është aktuale, sidomos në 2 vitet e fundit ka një prani të shtuar të Bankës Qendrore në kursin e këmbimit me qëllim për të evituar, po themi, një mbiçmim të mëtejshëm të monedhës kombëtare, sepse me sa duket kjo është vlerësuar edhe në përputhje me objektivin aktual të inflacionit. Besoni që Banka e Shqipërisë duhet të ketë në një rol të vazhdueshëm në kursin e këmbimit valutor, apo duhet të jetë e përqendruar në objektivin e saj kryesor ligjor? Unë bazohem në ligjin 92. Domethënë, dhe jam si sot në një tabolinë kur është marrë vendime. Kryetari i misionit të atëhershëm, një nga njerëzit ndoshta më zgjuar që unë kam njohur nga puna me Fondin Monetar, Arnubi, ai propozoi për të parë. Masi mori mendimet tona të grupit ton të punës me Fondin Monetar, grupit përhershëm, masi mori mendimet tona, tha, u mendoj që ne do të kalojmë direkt kurs të këmbimit free float. Dhe ky ishte një vendim paramount, ishte një vendim i frikshëm për atëherë. Ishim bërë disa lëvizje për ta lidhur lekun me ekun, shkoi rreth 70 lek. Po pastaj ishte një situatë mjaft amorfe. Dhe më kujtohet si tani edhe natë kur u mor vendimin, ishim një grup i vogël në Ministrinë e Financave me Rulin edhe me disa pjesëmarrës të tjerë të bankave, kur do merresh vendimi për ta lënë free, për ta lënë clear. Ajo natë ka qenë vërtet një natë shumë rëndësishme dhe dëzimin mes, e kemi matë me minuta që do nofte. Kursi vazhdoi gjatë ditës, pati disa luhatje, në fund ditës u stabilizua dhe vazhdoi për ditë me radhë, një luhat, duke bërë luhatje të vogla,
derisa u gjet e ndërmjetmja e ekuilibrit me kursin fleksibël, i cili luajti një rol mjaft të madh, do thoja për politikën monetare, për politikën fiskale, për politikën e supervizionit dhe stabilitetit financiar, është një tregues shumë i rëndësishëm i vendimarrjes jo vetëm politikës monetare dhe fiskale, por i vendimarrjes të çdo njeriu nga ne. Se në fund ditës mund të bësh politika më mëdha, por populli shef sa para i ka mbledhur në xhep. Do në ti, si guvernator, faktikisht e mendon veten që ke firmosur një dokument, që është një legal tender, që kanë gjithë në xhep, në çdo moment secili shef se sa vlerë ka ai dokument që ju i keni dhënë, që është dokumenti i sovranitetit vendit. Kështu që jam gjithmonë me kursin fleksibël, por kursi fleksibël do mbështetur me reforma tjera strukturore, fuqishme. Do me thënë, kursi fleksibël është indikator i fuqishëm të mbarvajtjes së ekonomisë një vendi. Për arsye të ndryshme, për arsye të strukturore, për arsye të fundamenteve të bazë të ekonomisë tonë, për arsye të ingredientëve të brendshëm të produktit përgjithshëm shoqëror të GDP-s, do të thoja influenca është e madhe në kursin e këmbimit, po të shohim edhe jo vetëm shportën e saj, që duhet riparë her pas here, por brenda shportës do të shohim element të rëndësishëm që ka brenda. Kështu që unë mendoj që është një pjesë nga fundamentet, nga bazat, por njëkohësisht është edhe një pjesë tjetër e ekonomisë gri, e cila do studiu dhe që ka një rritje mjaft madhe. Ka një rritje nga turizmi, ka një rritje nga shërbimet në përgjithësi, ka një rritje nga ndërtimi, por unë jam kundra klasifikimit të blerjeve të godinave nga të hujet si një investim strategjik. Si një investim i huaj. Pse? Sepse ky model që kemi është një model tashmë i vjetruar. E ka kry funksionin. Banka Qendrore me mund krye ka qenë shumë vokale që para 15-20 viteve për një model të ri ekonomik. Kështu që sot u mendoj është çike te kaluar kjo modeli, më shumë se modeli do thënë është duhet një mindset, duhet një koncept i ri për të krijuar një strukturë të re të ekonomisë tonë. Me anë të reforma strukturore, por strukturore në bujqësi. Bujqësia nuk jeton dot me bonuse ose me kredia fatshkurtra tjera. Bujqësia do lëvizet më strukturore. Do fonde, po do lëvizje strukturore brenda tyre. Dhe fonde të garantuara. Sepse turizmi nuk bëhet dot pa gjepsi. Janë si klepsydra, janë janë të varur me njëra tjetrën. Plus transport. Nuk mund të kesh dot turizëm pa transport. Transporti si vjet ishte në minus, bujqësia ishte në minus. Jo çdo turist do marrë taksi për të bërë turizëm. Njerëzit duan autobus, njerëzit duan mjete transporti, duan trenat, gjëra, është shumë komplekse dhe shumë triki. Dhe njëkohësisht nuk konsiderohet që gjithë vezët i vesh në një qese, në një sport, për shembull, vetëm turizmi. Nuk vjen mrekullia vetëm nga turizmi. Turizmi është një element shumë i rëndësishëm, për shumë arsye. Por ai do ngjeshur. Turizmi brenda vetes do reforma strukturore, do ujitën e pishëm, do ujitën ujërat e bardha, ujërat e zeza, do cilësinë e ujrave, do higjienën, do energjinë, do shumë gjëra, do transportin, do shumë gjëra që kjo vërtet kthehet në një vlerë të shtuar të ekonomisë shqiptare në afatgjat. Pavarësisht që turizmi gjithmonë ka oscilacionet e veta, por unë besoj në këtë, që turizmi për Shqipërinë mund të jetë një element shtesë nëse bëjmë bujqësi. Por, si thash, duhet një ristrukturim total i ekonomisë për ta kthyer modelin nga modeli i shërbimit në një model prodhimi. Ne duhet të prodhojmë. Shqipëria nuk mund të hyjë dot pa Made in Albania në Europë.
Ne duhet bëhemi pjesë e zinxhirit të shpërndarjes europiane dhe botërore. Me do e mos. Dhe kjo kërkon një reformë shumë të madhe strukturore. Por reforma strukturore nuk është vetëm aty. Strukturore duhet të jetë edhe në një gjë tjetër shumë e rëndësishme, në ekonomi, në financë, në tatime, në taksa, në pensione. Shumë e rëndësishme. Demografia nuk është në favorin tonë sot në botë. Nuk është. Po ti nuk mund të ndrosh gjak, të heqësh një gjak të ri që vjen dhe të bish një gjak tjetër që nuk e di nga të vjen, dhe sa i qëndrueshëm është për të qenë tek ty. Po si mund të adresohet sfida e madhe demografike që ka Shqipëria, jo vetëm Shqipëria faktikisht, por gjithë rajoni, pra rënja e gjithçkarisë dhe konkurenca në rritje. Unë mendoj ajo që ka qenë sfidë 30 viteve, 3 shtyllat, sidomos shtylla e tretë. Shtylla e parë konsoliduese e shtetit, e dyta gjysmë për gjysmë, dhe e treta gjithsecili të marrë një edukim, si do të ketë një attitude dhe të besoj në atë para që kurse sot që ta ketë mot. Duhet patjetër skemat alternative, skemat vetjake. Dhe kjo do të ndihmojë pa diskutim edhe sistemin e sigurimeve, që edhe ai sistem duhet të kalojë në një sit të fortë të një reforme strukturore, për të bërë nesër krah i sistemit bankar. Sepse sot sistemi bankar e kemi të saturuar. Më kupton? Financa duhet jetë e gjitha bashkë. Po njëkohësisht kjo si thash me një sistem taksash tatimesh. Nuk mund të shkojmë dot më me bonuse. Nuk mund të shkojmë dot më me si do të krijojmë ato që quhen në botë të reprezentatorët automatik. Më kupton, duhet kalosh në parlament një ligj që për këto shtresa të caktuara, pavarësisht si shkojnë punët, kur kalon nën nivelin e caktuar që ti ke vënë bazë, ato funksionojnë më njëherë, dhe ndihmojnë dhe vendimarrjen e politikës monetare, dhe politika ekonomike në përgjithësi. Dhe këto duhen kriju. Duhen kriju për stresat nevojë, për stresat pensionet të ulta etj, në mënyrë që ti të kesh këto amortizator automatik. Pa ato unë e shoh shumë vështirë. Gjë. Ne nuk mund të dëgjojmë çmimin me paga. Ajo teoria që kemi mësuar në librat e parë, Phillips Curve, kurba e Phillipsit, është evidente. Në vend për ta gjymuar, ti duhet vesh prita përpara, si për inflacionin, njëkohësisht edhe për pagat. Ka një thyshmëri, një fraksionizim shumë të madh të disa elementeve të rëndësishëm treguesve të Shqipërisë, siç është kursi i këmbimit, që një ambiguitet i madh, norma e interesit, GDP-ja, produkti i përgjithshëm vendas, konto korrente, llogaria korrente, llogaria kapitale, të gjitha këto, po t'i shohësh, janë shumë të fraksionuara me njëra tjetrën. Nuk janë në atë linjën lineare të politikës monetare që një element ndjek tjetrin. Dhe unë këtu them që ka shumë vend për ta ristrukturuar këtë, duke filluar nga ekonomia reale. Nga modeli që thënë, nuk mund ti të garantosh vijshmëri se këtyre elementeve ekonomik, në qoftë se ti investon vetëm në një ose dy degë caktuar, me një konkurrencë minimale, duke krijuar probleme jo vetëm ekonomike dhe financiare, për shembull në ndarjen nga çmimi në inflacion, me inflacion 2.2%, nuk mund të kesh dot elementet kryesorë të sportës, djathin, gjalpin, bukën, domaten, me çmime marramense, ose shërbimet me çmime marramense të pakrahasueshme edhe me Europën. Një, dhe e dyta është pasojë ti sjell në inequality, në atë që quhet pabarazia. Që ti do të fillosh të investosh në të gjitha degët. Ti do të hysh në këtë zinxhir që tham, në industrinë, në agroindustrinë, në shërbimet, në transport, por do të investosh shumë në edukim.
dy janë ato elementet kryesor për një zhvillim afatgjat, sustainable dhe prosperus për të gjithë. Është arsimi dhe shëndetësia. Kështu që në këtë kontekst besoj që bim dakord që kursi këmbimit nuk është shkaku, por është pasojë. Dhe duhet mbajtur i tillë, duhet mbajtur fleksibël, sa më shumë të mos ndërhysh në kursin e këmbimit, vetëm në ato element që ty t'jep ligji për ndryshime të manipulimeve në treg, distortion market, ose për rezervën valutore. Dhe ky duhet të jetë shkaku kryesor për ndërhyr. Do të vazhdojmë blejmë rezervën valutore, në asnjëherë se testuam qëndrimin e lekut me blerje më të mëdha, të rritshim akoma më shumë rezervën valutore dhe ta diversifikonim më shumë, do të kishim blej më shumë arë, sipas mendimit tim. Ne do blejmë arë, po do të kishim blej kur ishte më i lirë. Po flasim edhe për sfidat e së ardhmes, për sfidat madhore të së ardhmes, hym pak a shumë në temë tek ai fakt që është pak evident vitet e fundit që ka një varësi të madhe të ekonomisë nga shërbimet dhe nga ndërtimi, pasuritë e paluajtshme. Çështja është problemi i kësaj është shumë i lidhur me atë që do shkojmë më vonë. Presupozojmë skenarin e sotëm. Vazhdon rritja e lekut, për arsyet që tham. Për arsyet të një shtese të madhe, një invadimi të erëve në ekonomi në forma të ndryshme, të një sistemi clearing të ndërtimit, që duhet patjetër ta ndryshë, dhe për arsyet që shtash të kufizimit ndek të investimeve, humbjen e konkurrueshmërisë dhe të transparencës dhe njëkohësisht korrupsionit dhe një nocioni si thosh të ri të përdorimit të aseteve financiare. Kjo e gjitha e përmbledhur, leta mendojmë këtë në një sfond ku gjithçka shkon e tillë. Ty do të forcohet leku, do të vazhdoj të forcohet leku, dhe do të kesh po këto element, këtë shkëputje nga 2.2 o 2.3 o 2.8 inflacion në çmime shumë të rritura. Ne po të kishim inflacion 3%. Në 10 vjet me aritmetik, ti duhet të kishe 30% rritje çmimesh. Ti s'ke 30% rritje çmimesh në Shqipëri. Ti ke 200% rritje çmimesh. Po ju thonë që shifrat e inflacionit nuk janë plotësisht besueshme. Ka një raport shumë të fortë të Bankës të Fondit Monetar, e cila hedh dritë në kushtet aktuale për një mosbesim të madh të shifrave, jo vetëm të kësaj të statistikave, por edhe më gjërë. Tash mund të shkojmë dhe në këtë kontekst, para se shkojmë aty është që le ta supozojmë ndryshe. Le të themi që një ditë kjo vale madhe parash do të stopoj. E kemi mësuar në librat tonë, rreziku më i madh nuk është kur vjen, thotë kur ikën kapitali, capital flight, si thotë. Çfarë do të ndodhi me kursin e këmbimit? Normalisht do të shkojë 120 prap. Do të sjellë një nënçmim të kursit të këmbimit. Atëherë ai do ishte dezastër. Do unë për këtë dua të ngrej në vëmendjen e politikë bërësve shqiptar, politikës, ekonomisë, të grupeve të interesit, shoqërisë civile, Bankës Shqipërisë, që ka kualitete të mrekullueshëm të kërkimit, që dalin me një dokument për të parë këto rrisje se si mund ndodhin. Të kemi një plan B. Është gjithmonë e domosdoshme sot në këtë situatë për të pasur një plan B. Për të kthyer prapë tek çështja e modelit ekonomik dhe perspektivave të ardhmes, si mund të ndërtojmë një ekonomi prodhuese, siç thatë ju, dhe ju thatë që është e rëndësishme në mos e domosdoshme, në kushtet e një, po themi, madhësie relative të vogël, pra të një popullsie në të kurrje
Dhe edhe për shkak të kësaj masie të vogël të një vështirësie për të qenë kompetitiv në një nivel rajonal, europian dhe botror. Pra si mund të ndërtojmë një sektor prodhues kompetitiv dhe të shmangemi prapë nga kjo varësi kaq e madhe nga turizmi dhe nga ndërtimi. Unë kam besuar gjithmonë në hapjen. Ekonomia jo nuk është hap. Ekonomia e hapur është ekonomia e vogël, por nuk është ekonomia e hapur. Ekonomia e hapur është ndryruar nga eksporti, që dhe ajo ka rrisë vetë. Kështu që neve duhet rrisim markën shqiptare, produktin shqiptar. Kjo mund bëhet pa diskutim me një bashkëpunim. Sot teza kryesore në botë është bashkëpunimi. Bile s'ka dalë edhe para konkurrencës. Bashkëpunimi, duhet bashkëpunojmë të gjithë në këtë botë me një me një probleme të mëdha gjeopolitike, gjeoekonomike etj. Është edhe geografia që po del pa. Ne jemi të bekuar nga Zoti me këtë Shqipëri që kemi. Me një bregdet rreth 400 km, me klimën që kemi, me pasuritë natyrore etj. Gjithë do në fund funksionim. Sot po kushton më shumë nën toka se sa mbi toka. Mineralet sot janë përpunimi i tyre, krijimi i energjisë, balancimi midis investimeve në energjinë e krijuar nga solari, me bujqësinë, si interferojnë këto dyja, kush të vlen të investosh më shumë, se mund të investosh më shumë, ke dielli, po ke prish tokën, ke prish gjithë strukturat e këtyre tokave që kanë qenë toka buke, toka perime, që kupton, i prish për gjithmonë. Do në krijimi i kësaj, si thush, i niveleve caktuara, investimi në rujtjen e energjisë, që do jetë një problem akoma më madh për nesër. Energjia e erës etj. Energjia dhe uji janë dy gjëra shumë të rëndësishme për botën, plus pastaj mineralet që ne i kemi, që do në shfrytzu. Kryesorja është për mua rritja në para administrimit. Administrimi i pronës shtetërore, pronës publike, administrimi i pronës private, nga bizneset, ristrukturimi i kësaj prone, modernizimi i kësaj prone. Për shembull, bankat duhet harxojnë në vitet që vijim, duhet harxojnë portofole marramense për investime në teknologji, në qoftë se nuk investojnë në aut. Akoma do të them që disa nga bankat e mëdha janë kthyer në dinozaur, që marrin vetëm interesa nga bondët e thesarit dhe nga transfert. Pa hyrë në investime produktive, pa hyrë në si thosh në inovacione. Jemi shumë vonë me inovacionin teknologjik. Sepse ky inovacion që nuk është më një nevojë, po është i mast, është e domosdoshme. Nëse pa inovacion teknologjik, pa digjitale etj, do fikesh, do të fiken dritat. Do të shohësh dritat e Italisë nga errësira. Nuk kemë gjë pas e bërë këtë gjë. Është e domosdoshme. Dhe unë këtu e shoh këtë të ardhmen që mund vi. Dhe ajo tjetër që unë besoj është teknologjia digjitale dhe paraja digjitale. Domethënë, po të shohësh historinë e BE-s, do të shohësh që në fundin e diskutimeve të tyre Jacques Ruff, një nga këshilltarët kryesorë të francezë, me eksperiencë shumë të gjerë, ai tha një shprehje mitike. Tha, do ta bëjmë Europën me anë të parasta. Dhe kjo dha shkak për krijimin e monedhës së bashkët, për krijimin e BCE-s, Banka Qendrore Europiane. Dhe po të shohësh sot, Banka Qendrore Europiane ka më shumë, si thosh, funksione, po më shumë më tepër funksione për sa i përket anës paras. U mendoj që në 2-3 vjetet e fundit është sfiduar politika e vjetër mbi paran, mbi vlerën e saj, me vlerën e saj instruktive. Për shembull, që një debat mjaft i madh në botë, edhe sot vazhdon të shihet kripto si djallë. Jo, kripto nuk është djallë. Kripto është një realitet, është 1.8 triliard sot në botë investuara në teknologjinë kripto, blockchain, tokenizim. Kështu që në stablecoin etj. Kështu që e reja ka ardhur, revolucioni teknologjik ka ardhur.
ajo që quhet në literaturë the quickest revolution, revolucioni më i shpejt i AI-s, më kupton, ka ardhur. Dhe këto të gjitha janë bashkë, të gjitha janë blockchain. Më kupton? Janë këtë teknologji që të bën ty mundësinë për ta bërë paran jo vetëm të eficiente për të qarkulluar, por për të rritur fuqinë e saj ekonomike. Domethënë, futja e të gjithë vlerave tua, si quhet on-chain, domethënë në zinxhirin digjital, është ajo vlerë e shtuar që do të vi, që duhet ta bëjmë me dojmos. Do të krijojmë menjëherë, do të kalojmë ligjin e vonuar tashmë për 3-4 vite në sirtaret tona, do të kalojmë imediatisht, është must. Për kriptoasetet e keni fjalë. Për kriptoasetet, është domosdoshme. Krijohet kjo, të krijohen asete, të krijohen strukturat poshtë, të krijohen menjëherë aktet në ligjore, një defekt i joni 30 vjeçar, që fillojmë dhe i krijojmë kur na duhet, dhe të jetë i hapur. Ky ligj duhet të jetë i hapur për krijimin e stablecoinit, për tokenizimin. Unë besoj që neve do të bëjmë atë që quhet leapfrog, domethënë kalimin e atij kërcimit bretkozës direkt nga këtu ku jemi, në këtë strukturë ekonomike, në një strukturë tjetër digjitale on-chain, brenda zinxhirit digjital, duke futur gjithë asetet tona, riversimi a RWA që quhet RWA, i gjithë aseteve tuaja dhe futja e tyre në digjitale. Imagjino sikur gjithë asetet shqiptare të magazinohen në një magazin digjitale. Është një gjë fantastike. Në radhë parë do na zgjidhë shumë probleme të asaj që quhet wet ink and ajo që quhet boja e tharë, do noteri, boja e njomët noteri me të panjohturën, e cila në fakt po njihet për ditë. Dhe frika e aseteve digjitale, aseteve virtuale, që këto asete kanë brenda tyre element kriminal, me ligjin që ka dalë, është rregulluar plotësisht në anë ligjore. Në çdo aset digjital, gjë e parë që vjet në ligj është kontrolli mbi pasimin e parave dhe njohjen e klientit. Pa këtë nuk mund të hysh dot ti on-chain. Prandaj them që koncepti im është që neve duhet ta hapim ekonominë, ta hapim paran, ta shohim paran si një mjet zhvillimi dhe akselerimi të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, sepse vetëm kjo, me anë të paras virtuale dhe futjes saj në sistemin europian dhe botror, ideja ime është mos vejmë, për shembull mos vejmë ai që to mos vejmë kufizime në digitale, në aset digitale, aset amerikane që mund të kenë me stablecoin, US stablecoin mund të ketë më shumë rrisje se sa ajo europiane, përse ne kemi më shumë, kemi rreth 70%, 80%, 90% euro se sa dollar, por tregu amerikan është tregu kryesor. Kështu që duhet heqim, ideja ime është let's dance. Gjithë monedat let dancojnë në tregun ton, në tregun botror, në tregun emerging markets, dhe secila do gjej vend e vet, do gjej besim në vet. Dhe ajo që sot pa përmendur emra, ndoshta Bitcoin e tjera, me këto qindra moneda virtuale që ekzistojnë sot, do jenë në këtë treg. Dhe secila do marrë besim në vet. Kupton? Por besimin më të madh do ta marrë stablecoin, CBDC, moneda digjitale e Bankës Europiane, e Bankës Amerikane ndoshta nesër, por ne duhet imediatisht përfaqësojmë të përqafojmë stablecoin që është përkthehet paraja më stabil, sepse një me një me paranë e bankave të lëshuara nga bankat qendrore, sovraniteti është i garantuar dhe vlera është e garantuar, përsa është një me një me vlerën e mëmës. Kështu që unë këtu e besoj këtë gjë, duhet me dojmës që ne të futemi në këtë teknologji të re, në këtë treg të ri, i cili
do të jo vetëm evidentoj të gjitha asetet tona fikse apo digitale, do të marrë gjitha asetet fikse të i fullësin digitale, si që thash më parë, por njëkohësisht do t'i bëj këto tregtueshme në të gjithë botën me shpejtësinë e një klikimi në tastierën e kompjuterit ose telefonit. Zoti Fullani, shumë faleminderit për pranimin tuaj dhe për faktin që ndaj mendimet tuaja. Është kënaqësi ime e madhe. Ju falenderoj për këtë podcast mjaft interesant. Natyrisht monitori është tashmë nga busollat e njoftimeve dhe të trajtimit problemeve ekonomike në vendin tonë. Dhe uroj të jetë kështu në suksese për vitin e ri. Problemet do të jenë gjithmonë, po do të kenë zgjidhje. Unë jam optimist, unë shoh gjithmonë ngotën plot dhe natyrisht që prognoza do të jetë pozitive, por duhet të kemi në kujdes në rristet dhe në reformat rëndësishme që duhet bëjmë. Ju falenderoj edhe një herë. Dua të falenderoj edhe një herë të gjithë personelin e Bankës së Shqipërisë, të gjitha kohërat. Ata që janë e që nuk janë, për kontributin e madh që kanë dhënë në gjithë këto vite, si para në këto 100 vite të Bankës Qendrore të Shqipërisë, si para 90-s dhe deri më sot. Kështu që ndihem gjithmonë krenar që kam punuar me një ambient të tillë, edhe me personalitete dhe njerëz të thjeshtë, cilët secili nga ato ka dhënë një kontribut të shquar në këtë mes. Si thash edhe një herë, jam krenar për gjithçka kemi arritur gjithë këto vite gjithmonë së bashku, për modernizimin dhe për afrimin e Bankës Qendrore të një banke europiane që unë besoj të vi. Faleminderit.